Bizneset e ndërtimit në vazhdimsi janë identifikuar si shkelës të rregullave të sigurisë dhe shëndetit në punë. Vjetra të vdekur në disa vite tregojnë se këto biznesi janë në vazhdimsi ndër shkelësit më të mëdhenj të drejtave të punëtorëve. Për disa ditë, Inspektorati i Punës do t'i fokusojë energjitë në inspektimin e kantierëve të ndërtimit. Një aksion i tillë, domethënë me shtrirje të tillë territoriale në gjithë shtetin dhe me 90% të angazhimit të kapaciteteve tona të burimeve njerëzore dhe logjistike, sipas gjitha zosa bëhet ndoshta për herë të parë në kuadër të këtij institucioni. Qëllimi ynë është që të ushtrojmë autoritet kuadër të mandatit ligjor për punën tonë që kemi të përcaktuar në përfshirjen e detyrave. Duhet kuptuar që bizneset, subjektet afariste për ne janë partner, por partneriteti ka detyrime dhe obligime, por ka dhe respekt të parimeve dhe normave ligjore që duhet i bëjmë anasjelltas. Në kuadër të kësaj ne po përpiqemi që të ndryshojmë disa praktika në mënyrë që të dihet rregulli i qartë në respektimin e kushteve të sigurisë së punës për gjithë qytetarët tonë. Në përgjithësi sot fillon aksioni në 3 rajone së pjesë të Republikës së Kosovës. Identifikimi i bizneseve që shkelin rregullat e sigurisë dhe shëndetit në punë në kantierët e ndërtimit është detyrë e Inspektoratit të Punës. Një grup inspektorësh kanë identifikuar biznese në rajonin e Ferizajt, si zona ku potencialisht ka probleme me sigurinë dhe shëndetin në punë. Sipas rregullave, në minutat e para, kur inspektorët arrin në vendin e ngjarjes, komunikojnë me menaxherët dhe sigurojnë zonën e inspektimit në Ferizaj. Çfarë pozite keni këtu? Jam si inxhinier i ndërtimtarisë te punëkryesi. Te punëkryesi. I nderuam, i urdhëron punëtorët me zhdryp pe objektit krejt, nuk ka masa të sigurisë. Ja u lanë një proces verbal edhe një vendim për ndalimin e punimeve. A më me veç një vrejtje për qëtë pjesë? Qëtë pjesë na e kemi pas sigurume, e kemi përfundu qëtë pjesë të plokës. Na u ka dosht mi hek, mi largu përkosisht skelet për me mush me zhavër qëtë pjesë, që ka marrë punë pa më betonu, se kem betonu prej pushtë. Na mosat e sigurisë e skeleve krejt kompleti kemi dërzu në inspektorat javën e kalume. Punimet ndalen, vazhdoni në marrën e masave të sigurisë, por punimet ndalen. Punëtorët urdhëroj me zbritje këto. Në inspektime, detyra primare e inspektorëve është të sigurojnë provat. Në këto rrethana, inspektorët nisin të gjurmojnë çdo cop të ndërmarrjes e cila është caki inspektimit. Në pllakën ku kanë të zhvilluar punimet nuk pat masa të sigurisë. Derisa ti krijoni kushtet sigurta për punë, punimet ndalen. Mandej e bëni kërkesën. Ne thonë se si pikë natë, na çat terrasën poshtë i kemi ndërprej punimet, domethënë çat pjesë. Na jemi të punuar këtë pjesën kënej për arsye që na u desh me rregullim për zhavër për punë. Po shkojmë. Sipas rregullave të sigurisë dhe shëndetit në punë, në çdo vend punishte, zonat të rrezikshme duhet të jenë të identifikuara me shenja. Bashkë me shenjat, punëkryersi obligohet t'i vendosë edhe udhëzimet e sigurisë. Masat në fjalë nuk zbatohen në këtë vend punishte. Përpos shenjëzimit, punëkryersit kanë për obligim që hapësirat ku zhvillohet ndërtimi t'i rrethojnë me skele dhe materiale siguruese. Për shkak të çmimit të lartë, rrethimi me skele është një rregull që shmanget zakonisht në vend punishte. Pse i ke një skele? Pse i ke një skele? Për me mush me dhej. Për me mush me dhej? Po. Pse si ke lanë deri te qetë plloshen këtu tani mu tërhiq me mush me dhej? Se desh kemi ardhur me mush me dhej më shumë se s'po na mbrim punë pa me betonu deri në skaj. Nuk po ka mundësi me betonu. Prej poshtë nuk po na mbrim. Për që ta për me mbush pjesën e së terrenit, na jemi detyru më punu në qëtë formë. Po, me rreziku punëtorët asë se kemi kry këta, për o kone mbyllë me krejtë. Si terrasë kemi eliminu. Mësë gut. Në momentin kërë ti i ke pas skelet e vendesta, i ke hiq, punëtorët i ke rreziku. Deri dikun më është me thonë që i ke plotësu kushtet për eliminimin e rrezikut për palët e treta, po jo për punëtorët. Punëtorët zguxojnë me punu pa kanë objekti i përcillt me skele. Pavarësisht arsyeve tua që thuti e kena pas qita se ke mujt me kry. Për shpejove e heqë qita, se këta kemë mbyllje. Ka në heqëm? Këta kemë mbyllje, nuk e lërë qasin për podromë. Jo, nësë për konkurgjë. Ka shkum për pjetë kemë... Okej, në regull, nësë për konkurgjë. Qasin podromë nuk kemi njanë, e kemi mbyllë me basamatse, nuk kemi mbyllë. Regull, mbyllë ti prakë. Në biznes, konstatohen zonat rrezikshme, të cilat në rast se nuk sigurohen paraqisin në rrezik serioz për punëtorët.
Asnjë vend punishte nuk guxon të operoj pas skele sipas rregullave. Përpos kësaj, në zonë inspektorët zbulojnë edhe probleme të tjera serioze. Edhe pse janë të lira për t'u blerë në treg, helmetat, këpucët dhe dorezat e punëtorëve janë masa që zakonisht injorohen në vend punishte të ndërtimeve. Këto pajisje që vlerësohen që shpëtojnë jetën nuk përdoren nga bizneset e ndërtimit. Për punëtorë normalisht. Pse punëtorët s'paten pajisje personale, helmeta këto? Gjatë punës, jo, s'paten, na morëm foto, s'paten. Në njëve që punë. Një listë e gjatë me probleme janë konstatuar në inspektimin e biznesit në rajonin e Ferizajt. Ndërtuesi nuk ka vendosur shenjat e rrezikut, nuk ka rrethuar disa zona me skele e më problematikja. Punëtorët nuk i ka të pajisur me mjete mbrojtëse. Këto janë arsyet që inspektorati të mbyll përkohësisht vend punishten. Puna analizojmë shumë me nërë punime në esenë, se jemi gati me asi. Këtu e ka 3 orë punë ka. Veç let në nxjeshin shiritin, edhe na i montojmë skelet. S'ka në esenë tjetër. Që shpeshen edhe jo, që të pjesën nuk është i përcjellë në objekti me skele. Menoj që punëtorët ju në kanë të punu në kushtet të rrezikshme për punë, edhe kem pa pajisje personale krejt, dhe me anë s'paten asë elementa asë kërgjë. Po iniciohet procedurë kundër vajtëse në gjykatën kompetente, tani që shohën gjykatën. Po në lidhur me ndalimin e punimeve, po iniciohet procedurë kundër vajtëse. Sipas rregullave, në momentet kur zbulohen parregullsi serioze në vend punishte, autoritetet urdhërojnë mbylljen e saj. Një raport i detajuar i inspektorit do t'i dorëzohet pronarit të kompanisë, bashkë me masat ndëshkuese. Hapësira do të hapet për punë vetëm kur një inspektor të konstatojë që siguria është përmirësuar dhe vend punishtja është e sigurt. I nderuam, punimet lejohen vetëm në krijimin e kushteve të sigurisë. Asnjë punë tjetër nuk lejohet. Në momentin kur ti krijosh kushtet për sigurinë punë, e parashtron një kërkesë në inspektoriatin qendror punës në rajonin e Prishtinës, angazhohem si inspektor, vim e vlerësojmë edhe i lirojmë punimet.